Çfarë është diskutuar? Qëre, na kena folë për kryeministrin kryesisht për 3 tema. Kemi folë për ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, kemi folë për Radio Televizionin e Kosovës dhe kemi folë për sulmet që vinë nga ana e lëvizjes vetëvendosje ndaj gazetarëve. Te ligji për KVM, kryeministri ka thonë që do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese që edhe pritet. Po ashtu, çka shumë pozitive për mua është që stafi i kryeministrit tash është të bëu follow-up dhe është një farë lloj dialogu që çaj ligj më shkruaj mirë kur do që t'i vjen momentumi politik. Te Radio Televizioni i Kosovës, me sa kuptova unë edhe prej kryeministrit, edhe prej stafit të tij, nuk janë të interesuar që të paktën me respektu ligjin për RTK-n edhe me jap buxhetin që i takon rreth 28 milion euro. Dhe kjo është shumë problematike sepse ti përmes financimit ushtron edhe presion normalisht politik. Pastaj u diskutuan edhe çështje të tjera, të cilat nuk po duam me qëllim me i bë publike, për shkak se i takojnë kryeministrit me dalë dhe me folë çka mendojnë për RTK-n. Dhe të sulmet verbale qëre, vetvendosja nuk i sheh reagimet që i bën si sulme. Dhe besoj që jena në 2 anë të kundërta të lumit. Ata menojnë që me dalë edhe mi thonë gazetarëve, ti je shpion, ti je me Serbin, ti je me Vučićin, ti je institucion paralel, është reagim. Dhe ne në anën tjetër e mendojmë të kundërtën, e quajmë që ato sulm edhe për që ato ka ra liria medias në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje e ka drejtë me vazhdu me strategjinë e njëjtë, na kena me vazhdu me kritiku, pas disa viteve kemi me po çfarë lloj qeverisje e ka bu vetëvendosja. Po ajo çka po du me thonë te delegacioni është që tash qeveria është e informuar që sipas standardeve ndërkombëtare konsiderohet që ka rënje të lirisë medias edhe e din sa çka duhet me bëu. Besoj që për një kohë shumë shkurt merret vesh, a duhen mu përmirësua. A kishni refleksion prej qeverisë apo? Qëre, unë jam pak nda me ndysh, me sa i përket stafit të zyrës së kryeministrit që nuk ka qenë më herët, e kom pa të disa prej tyre një vullnet me përmirësu. Dhe për mua është inkurajuese që bile dikush në zyrën e kryeministrit mendon me punu diçka. Tash varet sa e bindin ata kryeministrin edhe partinë, që me të vërtet me punu në qatë drejtim. Ajo është diçka që unë se di, ato është interne, nuk e di. Dhe tek çështja edhe pak tek bordi i KPM-s dhe i RTK-s, a keni diskutuar me dikë për këtë çështje prej lëvizjeve vendosje, a keni pas mundësinë që ta diskutoni? E vetmja diskutime që bëhen mes shoqërisë civile janë çato që ndodhin në komision. Dhe po du me bëni dallim në mes të komisionit ad hoc për KPM dhe për RTK. Te komisioni ad hoc për KPM, megjithatë nga deputeti Alban Bajrami kemi pa një farë lloj fleksibiliteti në kuptimin që me akomodu kërkesat të gjithëve, që procesi me shku sa më shpejt. Procesi i RTK-s, ku është kryetare Arbëria Nagovci, e kemi pa një nxitim pak më të madh, me thonë drejtën. Për shembull, më bën një përshtypje shumë sot vendimi që poentimi i kandidatëve të bëhet në fund të procesit, i cili është shumë standard i ndryshëm prej standardit që vetëvendosja e ka pas bërë në procesin e parë të RTK-s. Dhe është e çuditshme që për 6 vite tash e ndruan standardin. Pra, procesi i parë i rekrutimit të anëtarëve të bordit të RTK-s, pas çdo interviste, të gjithë deputetët o dash publikisht para monitoruese me thonë çka shpikje filanit edhe fistekut për çto arsye. Për që ato atë proces, ai ka qenë proces më lavdruar në herë në historitë Kosovës. Tash kryetarja e komisionit e ndroi metodologjinë. Tha jo, nuk kemi më shku me atë proces, kemi më shku në fund kontuan të gjithë. Çfarë pasojë provon kjo pra? Është mungesë e thellë e transparencës që është harroj çka ka thonë ai parë atje. Jo, veç që ti duhet ki obligim, nuk besoj që harrojnë, po kjo i lën normalisht dyshime për 2 çështje. Ne që ata kanë më shku përpara kandidat të vetë, dhe në fund vendosin cilë që ata kandidat, edhe e dyta e lën një shije të hidhur sepse është vetëvendosja e cila ka ardhur në pushtet, të thirrë në transparencë radikale, e ka vendosur standardin 2021-ën, që mas çdo intervistimi ka me pas poentim, e tash po thonë ajo tash ka dalë se e kanë ndruar na standardin. Besoj që ka qenë gabim kjo metodologji.